Pëtuar. E kuptoj. Ndërkohë, Nazarko, besoj edhe miqtë tuaj duhet ju kenë akuzuar për sipërmarrje donkishtoteske 6-7 vite më përpara kur fillua të denonconit për shumë çka zyrtarët më të lartë të këtij vendi. Pas 5-6 vitesh si ndjeni? Shiko, ndihem keq sepse ka zgjatur 5-6 vite. Do ishin prova që duhet ishin marrë parasysh shkon përpara. Se qëllimi i kallëzimeve nuk ka qenë për të futur në burg Belindën, Erionin e tjerë. Fridën, qëllimi ka qenë për të frenuar atë vjedhje ose grabitje që po ndodhte. Dhe rasti i Belindës kishte të bënte me rrugën Korçë-Shkolonj, që unë kallëzimin nuk e bëra, ashtu e kanë shprehur edhe herë tjera, nuk kanë bërë për kryetarin e bashkisë, por kanë bërë pikërisht për drejtorin arreshtës dhe për Belinda Ballukun, sepse ishin dy persona kyç që mund të ndërhynin për frenimin e asaj afere. Se njëta gjë ndodhte edhe me drejtoreshën e AZBR-s që pas u bë ministre dhe me radhë. Qëllimi nuk ka qenë për të goditur, sepse nuk jam marrë me ministrën e financave, nuk jam marrë me ministrën e shëndetësisë, por në fundit unë jam inxhinier në profesion dhe sigurisht do monitoroj ministrën e linjës time në lidhje me punën dhe aktivitetin tim. Çështja e kallëzimit nuk vërtet nisi me një rrugë të vogël dhe vjedhje të madhe në periferisë Shqipërisë, siç e shpjegova, por kishte të bënte edhe me rrugë të tjera, se një njëjti fenomen ndodhte në gjitha rruga Qukës së Ploç. Ishte modus operandi. Delvin Kardiq, të gjitha rrugët kishte efektivitet në tenderim, tendrat ishin fiktiv, por dhe në dosjet e kompanive të cilat aplikonin për të fituar këto tendra ishin fiktive, sepse e vërteton fakti që dikush e merr tenderin dhe dikush tjetër e zbaton. Tu është krijuar një ide që 5 janë kompanitë që fitojnë tendra dhe gjithë rrugët e Shqipërisë dhe nuk i zbatojnë këto 5 kompani që janë kompanitë në mëm, por i zbatojnë kompanitë bija të cilat e kanë kuptuar që nëse kot futen për tendra sepse nuk e fitojnë tenderin dhe presin të futen si nën kontraktor të kompanisë madhe.